Përshëndetje Arben, përshëndetje edhe për musafirët e juaj në studio. Sapo ka përfunduar numërimi i votave, 169 vota kanë qenë kundër shkarkimit të zotërit Lumir Abdixhikut, ndërkohë që 5 vota kanë qenë të pavlefshme. Pra numri i tërësishëm i votave kundër është mbi 51% edhe të numrit të përgjithshëm të delegatëve të numrit të tërësishëm pothuajse të delegatëve të partisë. Kështu që mendoj që sot LDK ka kaluar një test të rëndësishëm të demokracisë, edhe pse ka qenë një kuvend i panevojshëm, sepse vitin tjetër kemi kuvendin e rregullt të LDK-s dhe aty secili që duhet kishte ambicie për të udhëhequr LDK natyrisht do të kishte mundësi që të udhëheqë. Unë e kam kundërshtuar këtë kuvend për faktin se e kam thënë edhe publikisht, do ta bënte me njoll LDK-n dhe historinë e saj, do të bëheshim partia e parë në Ballkan dhe partia e parë shqiptare që do të shkarkonim kryetarin e partisë, dhe kjo natyrisht që pa pasur ndonjë arsye madhore, padyshim që do të ishte e dëmshme për të ardhmen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka qenë një proces absolutisht demokratik i delegatëve, ka qenë një numër shumë i madh delegatëve, 327 delegatë kanë votuar, sepse kryetari Abdixhiku edhe kësaj radhe nuk ka votuar për vete. Pra nuk ka marrë fare pjesë në votim, 328 delegatë kanë qenë në kuvend. Po e them prap, për historinë e LDK-s, për të ardhmen e saj, nuk do duhej asnjëherë që të shënohej që kanë shkarkuar një kryetar pa pasur një arsye madhore për këtë qëllim. Rezultati zgjedhor ne kemi histori edhe më herët.